E sot thonjën e Khalid ibn Velidit, a e lexove? Me sa sot një thonjën të... Po. Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu, një ditë prej ditëve, e ka marrë mushafin në dorë, edhe i ka folë, ka thënë, udhran ja mushafa. Inshagalna bil jihadi, fanshagalna anke. Thotë u angazhu me gjihad, e s'patëm kohë për ti. E i ka shkryta i komenti, thot ne musliman të këti zamanit me thonë, na falë mushaf. U dhëmë mas telefonave, e s'patëm kohë ti me të marë në dorë. Edhe shumë thonje preksi, interesantë që është fatkeqësisht do të thotë, realitet të krejt shtrejsat, në hoxhallarë, gjemat, në shtis parer vetën, mas shumë ti vetu prejka. Edhe preksoj thonë, ai ka kërku falje prej Kur'anit, pse s'ka pas vak me nejtë shumë me Kur'an dorë, se ka bo gjihad, parëndaj, ibadeti më i madh, që është në kulminacioni i ibadeteve. Megjithatë ka kërku falje prej Kur'anit, ka thonë, s'kom pas vak me të majtë ti në dorë, se më ka shkujta me shpatë në dorë, s'pata vakt edhe shpatën e Kur'anit për më njerë. E na, që shkina me thonë falë se në lo iPhone-in. Cile ka përparësi dhe gjema përbara, ai mësimi përmenç i ajetit në Kur'anore, po kuptimi e përparësi? Ja, është njerë mësimi përmenç, masani kuptimi. Kuptohet kjo nga thonja e sahabijut, ku thot nuk i mësonim 10 ajete Kur'anore përmenç, dhe nuk kalojnim në 10 të tjera të pa ja mësu këtimve 10 të parave që i mësun përmenç, thot vendin e zbritës, shkakun e zbritës, edhe do me thonin kuptimin që i ka, me gjithë dispozitat. Edhe për këtë shak do thot ulemaj kanë përmend, kanë thonë, më mirë është një ajet me mësu përmend, sa një fat që me lezu qelë. Më mirë është një përmend sa 10, apo një fat që qelë me lezu. Do të mi kushtu rëndësi të thot mësimit të Kur'anit përmendsh, edhe pse mësimi i Kur'anit përmendsh e shton inteligjencë, sidomos të fëmijët. Dhe thot është shumë interesant. Edhe këtë dëshmon se hafizat 90% të rasteve në për shkollat ku mësojnë janë të partë në këtë shkencat. Hafizat. Shumë dhe ka bo hifzin moshën deri në 10 vjeçare, mas të i vazhdon në me mësu kimi atje, apo mjekësi ndo një lëmi tjetër apo shkencë, e shetë pare në atë shkencë. Dhe më dhonë se hifzi stazen, se dikush kështu mundot me parafitëru, se truni është i përcaktum, kapacitet caktum ka 100 megabajt, terabajta, këtë diçka unë, si e komenton dikush. Edhe ty e mush, si jetë vend për tjetër sent. Themi ja, për kundra zi. Truni qatë sa ma shumë sëmë përmenç, qatë ma shumë zhvillohet, qatë ma shumë i shtot kapaciteti, i rritet. Edhe kjo dëshmon, dhe këtë dëshmon hafëzlartë, që i mësën Kur'anin përmenç, i mësën kutubësit e përmenç, i mësën Buharin, Muslimin, Davudin, Nesajun, Tirmidhiun, do të këtë i mësën përmenç. Edhe kur ta shof shaj ka vazhdu mjekësin, për shemë dhe shetë paren në mjekësi, i paren në mjekësi. Kita ato i kanë krije, gjonë vend edhe për shkencën e mjekësis edhe e manë flamurin në atë shkencë. Walladhi khalaqa fasawwa. Allah është ai i cili ka kriju edhe çka e ka bë krijimin tamam. Atë e ka bë drejt. Për çat sewa ju sewi taswiya, domethënë me ndrejt diçka, me bë drejt, rafsh. Dhe Allahu azza wa jall, ajo që kur bëhet drejt bëhet tamam. Do të dhe njëri, do të ka Allahu është ai i cili e ka kriju, edhe e ka bë do të thotë tamam. Në formën më të plotë. Pse ka marrë pak më vonë ajeti kuranor që thotë formën më të bukur. Që thotë se njëri do më thonë, Allahu azza wa jall e ka kriju në formën më të bukur. Elhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahu azza wa jall e falenderojmë, salavatet dhe selamat i dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Do të përmendet si hyrje se
mësimi i Kur'anit apo shkenca e cila mirret me mësimin dhe komentimin e Kur'anit është nga shkencat më të ndershme dhe më fisnike, sepse në këtë rast kemi të bëjmë me komentimin dhe mësimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe shpeshherë shejtani vjen dhe të ban vezvese dhe gjithve këtë mundot me na e bë me një qëllim të vetmi që me në largu nga mësimi i fjalëve të Allahut azza wa jall. Se jo rastisht përmendi këtu në këtë rast hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se muslimani kur thot elif lam mim ka 30 sevape. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot elifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Dhe thot në hadith përmend se ka 10 sevape elif lam mim. Pastaj komenton dhe thot se elifi është 10 sevape, lami është 10 sevape, mimi është 10 sevape. Pra kur ki të bëjsh me fjalë të Allahut, vetëm kur thu elif lam mim 30 sevape. Dhe thot shpërblimi është i madh, plus ajo që kemi mësuar nga kjo. Atë që kemi mësuar nga kjo si mësim dhe si urtësi që ka me të kryer punë dunjë e ahiret, është fazë e ibadet, ajo plus shpërblim është. Që se kanë shkenca të tjera. Që një shpërblim të tillë se kanë shkenca të tjera. Dallon kur na e mësojmë një fjalë të ndonjë dietare dhe mundon me komentuat, me shtjellu ndonjë mendim, ka shumë hajër, shumë dobi. Ama të elifit, të baja, të mimi që e shpreh ai dietar, se ki kesh problem për dallim për fjalëve të Allahut azza wa jall. Për këtë çka kanë thonë dietarët, mësimi i Kur'anit dhe kuptimeve të Kur'anit është shkenca është më e ndershme që arrin dhe thotë kulminacionin e shpërblimeve dhe vlera dhe pesh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe jo rastisht do thotë mësimet dhe derset që kanë të bëjnë me komentimin e Kur'anit apo me shpjegimin e kuptimeve të Kur'anit janë do thotë të paktën zhdukje e sipër, fatkeqësisht. Thotë nëse marrim dhe bëjmë një statistik duke i krahasuar ligjëratat dhe derset që mban në përgjithësi në Ballkan, kisha thonë, edhe mundosh me e bë krahasimin se sa prej atyre ligjëratave i përkushton do të komentimi të fjalëve të Allahut apo të tefsirit të Kur'anit, do ta shohësh se del 1% apo 2%. Shumica do të thotë derseve tjera janë do të thotë të lëmive tjera që padyshim janë më se të nevojshme, kanë shumë tepër vlera dhe rëndësi, por është realitet se nuk i arrin vlerën dhe rëndësinë e komentimit të fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, sepse këtu kemi të bëjmë me fjalën e Zotit. Kjo fjalë nuk është as e imja, as e ytja, as e ati, as e këti, është e Allahut azza wa jall. Që është mbi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vlerë. Që është me vlerë edhe mbi fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për këtë shkak këtu kemi të bëjmë me fjalën e Allahut. Pronari këtyre fjalëve është Allahu subhanahu wa taala. Që e kalon ibadet leximin e tyre, që e kalon ibadet shqiptimin e tyre, që e kalon ibadet mësimin e tyre, që e kalon ibadet për cilën atë mësimit të tjerëve dhe kështu me radhë. Dhe e kalon rregull deri në ditën e gjykimit, të cilën e ka dëshmuar gjuha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Thotë më i miri për ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe i mëson të tjerëve. Edhe komentimi i Kur'anit është nga mësimi i Kur'anit. Padyshim se komentimi i Kur'anit është pjesë përbërëse e mësimit të Kur'anit. Sot do të mundohemi që të shpjegojmë disa kuptime të fjalës Allahut azza wa jall që mësojmë nga suratul A'la, ku thotë Allahu subhanahu wa taala walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara fahada. Thotë dhe Allahu është ai i cili e ka përcaktuar krijimin e njeriut, fahada, dhe e ka udhëzuar. Dhe e ka udhëzuar. Allahu azza wa jall është ai i cili ka bërë përcaktimin e krijimit të njeriut. Ja ka përcaktuar madhsinë, ja ka përcaktuar bukurinë. Çdo send është e kufizuar, përcaktuar dhe definuar nga ana Allahut azza wa jall. Këtë përcaktim e ka bërë ai si ka ditë Allahu azza wa jall më së miri. Dhe askush nuk ka të drejtën që të bën ndërhyrjen në këtë përcaktim të Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall ka dashur që
raca e bardhë të duket kështu, raca e zezë të duket kështu dhe e verdha të duket kështu. Mallësitë dhe formën e pamjes së racave të ndryshme apo kombeve apo nacionaliteteve të ndryshme të jetë kështu. Na fort mirë e dim se si duket një Evropian i Evropës perëndimore, i Evropës lindore, e dim fort mirë si duket do thot një Afrikan, e dim fort mirë si duket do thot një tjetër i cili rrjedh prej Azisë dhe kështu me radhë. Allahu Azza wa Jall është ai i cili ka bërë këtë përcaktim. Kjo nuk është e rastishme, kjo tregon fuqinë e madhe dhe të plotë dhe absolute të Allahut Azza wa Jall. Që besimtari duhet të ndalë dhe të mendojë rreth kësaj dhe me anë të këtij meditimi t'i shtohet bindja dhe imani se me të vërtetë Allahu Azza wa Jall është i gjithfuqishëm, i cili me urtësinë e vet ka ditë çdo sen me qenis ashtu si është më mirë. Ashtu si është më mirë. Dhe Allahu Azza wa Jall ka bërë përcaktimin që njeriu të jetë kaq i lartë, që njeriu të jetë kaq i trash, të ketë këtë pamje, të ketë DNK. Edhe DNK-ja është me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Jo rastisht na themi se tek njeriu ka mundësi që dikush të bëhet zullumçar dhe të manipulojë me pamjen e tij, por nuk ka mundësi me ndryshu njeriu. Dhe këtë kemi bindje në Allahun Azza wa Jall. Se Allahu Azza wa Jall atë krijesë që e ka kriju, si ka ditë ai, nuk ka mundësi askush me ndryshu krejtësisht. Nuk ka shansa teorike. Pa më parasysh se sa ka me përparu shkenca edhe mjekësia, nuk ka mundësi askush me ndryshu krijimin e njeriut. Ka mundësi me manipulu në te, ama me ndryshu krijimin e tij nuk ka mundësi. Dhe për këtë vetë mjekësia dhe shkenca e dëshmon një gjë të tillë, e të mos flasim për fe. Dhe Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ka bërë përcaktimin e krijimit të njeriut, që hin në të do të shumë lloje të përcaktimeve, bile Allahu Azza wa Jalla ka bërë përcaktimin do të e pamjes së njeriut, edhe duke qenë do të në barkun e nanës së tij, duke qenë fetus në çastin dhe në momentin kur i vjen shpirti nga ana Allahut Azza wa Jall, ku e dërgon melaçën, i cili është i autorizuar me përcjelljen e shpirtrave tek fetusët të cilët janë pa shpirt, kur ai plotson 120 ditë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, feyu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi shaqiyyun aw sa'id. Thot Allahu Azza wa Jall thot në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dërgon thot një melaçe, të cilën melaçe urdhëron që t'ja dërgon shpirtin fetusit, t'ja jep shpirtin fetusit dhe e urdhëron melaçen që të shënon 4 gjëra. Thot t'ja regjistron rizkun, se ka me qenë i pasën apo i varfën apo mesatar. Kur do t'jetë i pasën, kur do t'jetë i varfën, sa ka me jetu i varfën, sa ka me jetu i pasën, sa ka me jetu mesatar, e kur ka me jarë, si ka me jarë, qa ka me jarë, çdo send është definume. Shiqoni, Allah nuk ka vedia ai. Wa ajlihi, ja cakton edhe e gjelin, se kur ka me vdek, dhe si ka me vdek, dhe për çka ka me vdek. Shënohet edhe kjo. Wa amelihi, shkrut edhe puna. Allahu Azza wa Jall e din se ky rob se çka ka me punu, si ka me punu. Dhe ja regjistron këtë. Shaqiyun aw sa'id, bile edhe këto detaje thot. Ja shënon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka me jetu si njeri i lumtur apo si njeri i dëshpëruar nga jeta, si njeri i mërzitshëm. A do të jetë personalitet i cili është optimist apo pesimist? A do të jetë personalitet që do të jetë i gëzuar, i lumtur, apo do të jetë një personalitet i cili do të jetë i pikëlluar, që s'kan të bëjnë njëra me tjetrën? Shiqoni, asnjëna prej këtyre nuk kanë ndërlidhje me njëra tjetrën. Për këtë shkak ja zbret një nga një. Ka mundësi njeriu të jetë i pasën, ama të jetë i mërzitshëm, i dëshpëruar nga jeta, me të në të mirët e dunjos. Ka mundësi njeriu të jetë shumë i pasën, ama shka e gjelin ta ketë herët vdes i pasën, hiç pa e gëzu pasuri. Ka mundësi të jetë shumë i varfën, ama Allah ta shkryet që të jetë njeri i lumtur, të ketë lumturi i njëjtë. Ka mundësi të jetë shumë i varfën, ama të ketë ymër shumë gjatë.
ka mundësi tjetë shumë i pasëm, shumë me ymër të gjatë, shumë i gëzum, ama të ketë punë të këqia, apo e kundërta, të ketë punë të mira. Aksiona nga këta nuk kanë ndërlidhje me njëra tjetër. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithë këtë e kalon kështu që njeriu të mos ta ndije vetveten, të mos arsjetohet me kader. Porse dhe gjitha këto i kalon nga i që askush të mos din për vetveten se a do të jetë i pasën apo i varfër, do të jetë i lumtur apo i pikllum, do të jetë i mërgjat apo i mërshkurt. Kush prej nesh e din? Askush se din. Për këtë shak e jona është që të vrapojmë për nga e mira, të vrapojmë për hajrate, të vrapojmë për të fitu dënjo, të arrujmë shëndetin që të jetojmë ma gjatë. E çka do të realizohet për kësaj, atëherë kjo është caktimi i Zotit. E jona është që Allahu Azza wa Jall që na ka mësuar rrugën e vërtetë dhe drejt, na ta përcjellim atë. Feheda, këtë argumentojmë me pjesën e dytë të ajetit. Kadere, Allah i ka caktu, feheda, shiqoni ajeti e komenton shtash këtë kader, këtë përcaktimin e Zotit. Dhe Allah thot, i ka përcaktu dhe frimzu, uzu njerion. El hidaje të kanë thonë komentatorët e Kur'anit, thënë hidaje kjaunije edhe hidaje shërëije. Ka thonë hidajeti është dy lloje. Është hidajet kosmologjik dhe është hidajet fetar. Hidajeti, udhëzimi apo frymëzimi kosmologjik është frymëzimin të cilin frymëzim Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë krijesave të ndryshme, duke i përfshi këtu edhe njerëzit, edhe kafshët, edhe bimët. Shqoni Allahu Azza wa Jall e ka frymëzu lulën e diellit që kur të lind diellit kthehet ka lindja e diellit dhe ta përcjell lëvizjen e diellit. Shqoni? Është bim e Allahu Azza wa Jall e ka frymëzu këtë bim që çka të ketë ndërlidhshmëri të fortë në ekzistencën e saj me lëvizjen e diellit. Kjo është mrekulli i Allahut Azza wa Jall. Kjo është feda. Allahu Azza wa Jall e ka frymëzu edhe udhëzu edhe lulën e diellit. E ka frymëzu dhe udhëzu edhe bime të tjera, bereqete të tjera, që çka në pranverë të nxjerrin lule, e nga lulet të del çka ajo bërthama, e duke dalë bërthama të dalin gjethet, e nga dal të nxjerr koha, ajo bërtham të bëhet penë, apo ndonjë lloj perimi. E ka dalë, nëse me kohë nuk miren nga ato, ajo vet i lëshon bereqetin e vet në tokë. Këtu ka urtësi dhe hikmete që i përmendin ulemat. E lëshon në tokë për shumë arsye, kanë thonë ulemaja e lëshon në tokë që njeriut nëse nuk din me vlerësu bereqetin që është nalt, t'ja zone udhën ta marrë. Udhën ta ze. Dush me shkej nëse se merr. E dyta kanë thonë që të bjen ajo që është shumë nalt, që s'ka mundësi me arrit njeriu, Allahu Azza wa Jalla ka mundësu çka i thot drunit e zdripe poshtë se në mrinje. Shishoni, urtësi dhe hikmetet të mëdha që subhanallahu njeri kur të ndalet vetëm këto ti mendoje, bindet në fuqinë absolute dhe urtësinë absolute të Allahut Azza wa Jall, se si ka qendi senet. Feheda, dhe Allahu Azza wa Jall i ka udhëzu edhe kafshët. Shiqoni, kafshët vetëm rastin e bubrecit nëse na e përmendim, do të mahnitemi nga urtësi që gjindën aty. Të mos flasim për kafshët tjera, që hajvani i cili pjell do të thotë disa lloje, do të thotë disa kafshë të ndryshme, janë nga kafshë të ndryshme çdo klish i vogël e din dhe e njeh nonën e vet. E din ku me shku dhe me thith tomën. E bubreci që është kafshë, Allahu Azza wa Jalla ka frymëzu dhe ka udhëzu që shtëpinë e vet, vendbanimin e vet ta ban në përpjeza, në kodra, në vendet që janë të nalta. Dhe ka frymëzu që shtëpinë e vet ta ban në thellësitë e tokës. Dhe ka frymëzu që bereqetin që e mbledh merr dhe ta deponon atje. E kur të bjen shi, çka ndodh? Kur bubreti se në strahon atë vrymën e vet nga depërtimi i ujit atje, edhe pse e ka zgjedh shtëpinë nalt, çka ndodh? A keni pa dikush, a e din dikush? Bubreci këtë bereqetin që e ka në birucin e vet, i qet jashtë edhe i shtall që t'i tha e dilli, mos kalbet. Të mos kalbet. Këtë
ja ka mësu dikush këti bubreci. Këtë bubrec e ka mësu dikush që kështu të vepran, është Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka mësu edhe njeriu, që foshnja sa del nga barku i nanës, din që të kërkon qumsht, dhe din që të drejtot në drejtim të gjirit të nanës. Kjo nuk është rasisht, që ai din me kërku gjin, dhe në momentin që jep gjithinjthja nana e tij, ai qetësohet dhe rahatot, ndalet. E din se shtash duhet mund dalë dhe me thith gjinin. Kjo është nga udhëzimet dhe frymëzimet e Allahut Azza wa Jall, të cilët ja ka dhënë krijesave të tija, do të qofshin ato bim, qofshin kafsh, qofshin njerëz. Dhe Allahu Azza wa Jall njeriu e ka privilegjuar edhe me një udhëzim tjetër, udhëzim fetar. Dhe këtë udhëzim Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë gjitha krijesave, gjithë njerëzimit, qofshin ajo për muslimant, qofshin për jo muslimant. Allahu Azza wa Jall udhëzimin va ka qu dhe ka shpjegu edhe jo muslimanve. Për këtë shak Kur'anin se kalon udhëzim dhe frymëzim vetëm për muslimant, por e kalon udhëzim dhe frymëzim edhe për jo muslimant. Sikur që na kemi të drejtë me lexu fjalët e Allahut, ata kanë të drejtë me lexu fjalët e Allahut Azza wa Jall. Dhe mi mësu, dhe na i kemi obligim që atë Kur'an me va interpretua atimve. E Allahu Azza wa Jall dikujt pastaj ja ban nasib ta kupton, e dikujt si ja ban nasib që ta kupton. Allahu Azza wa Jall në Kur'an përmend dhe thot: "Wa amma Thamuda fahadaynahum fastahabbu al-'ama." Thot dhe na e udhzum u azbritëm udhëzimin popullit të Themudit. Ama ata çka e refuzun udhëzimin dhe çka i dhanë përparësi kujna? Verbrimit është për qëllim devijimit, dalaletit. E refuzun udhëzimin, edhe pse e ditën se kjo është udhëzim, dhe i dhanë përparësi kujna? Dalaletit. Zot njeriut, Allahu Azza wa Jall ja ban nasib që ta kuptoj udhëzimin. E dikush e pranon, dikush se refuzon. Dhe këtu me këtë argumentojmë për njerëzit që thënë se Allahu ka dashur që na të jemi krishterë, që na të jemi jo musliman, që na të jemi zullumçar. Jo, Allahu Azza wa Jall ta ka çu udhëzimin dhe ti kalon sebebën të këtë tokë që ti ta pasosh të mirën. E ti e ke refuzu dhe Allah e ka ditë se ti ki me refuzu. Ama askush s'ta ka imponu çka devijimin. Allahu Azza wa Jall ta kalon qel dhe ta kalon të mundshme që ti të bëj zgjedhjen mes të mirës dhe të keqes. E ti ke zgjedh të keqen dhe mban përgjegjësi për atë. Ama dije se këtë e ka ditë Allahu Azza wa Jall se ti ki me zgjedh këtë, sepse kjo ka qenë e shkruar dhe definuar para se martin këtë dunjë. Allahu Azza wa Jall krijuesi jot e ka ditë se kjo ka me ndodhen dhe kjo tregon fuqinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur njeriu devion, atër ka humbur poentën e krijimit të tij, sepse thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thot unë gjinët edhe njerëzit i kam kriju që të madhurojnë. Qëllimi dhe poenta e krijimit e gjinave dhe njerëzve është adhurimi Allahut Azza wa Jall. Dhe ai i cili ka dalë nga ky qëllim dhe ka angazhu dhe maltretu veten me adhurime tjera apo me angazhime tjera të kota që janë jashtë adhurimit Allahut Azza wa Jall, ai ka haru poentën e krijimit të tij. Dhe ky në poentën e ardhes së tij në dunjë nuk ka dallim nga kafshët. Sepse edhe kafshët kanë strehim, edhe kafshët kanë ushqim, edhe ata kanë jetë në atë formën e vet, ama nuk dinë adhurimin Allahut Azza wa Jall. Për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall përmend se ata që janë të devijum, thot ata ndonjëherë i tekalon, ndonjëherë janë si kafshët, e ndonjëherë thot i tekalon edhe kafshët. Edhe këtë e kemi na, dhe thot para syve tonë që e shohim që gabimet që i bëjnë disa që janë devijum, as kafshët si bëjnë. Deformimet që i bëjnë ata, as kafshët si bëjnë. Zullumet,
pa drejtësi që i bajnë ata, as kafshët s'ja bajnë njëra tjetrës. Edhe ata kanë një kufi të vetin. Edhe ata e kanë një vit të kuqe që se te kajlon. Ama disa të devijum, disa që kanë te kalu gjitha kufiret, ishe sa ata bëjnë trazira, zullume dhe të këqia në tokë, në ruzën të kësot që as kafshët s'ja bëjnë njëri tjetrit. Bile edhe kafshët që janë më zullumqare, më të egra, më të ashpra, s'ja bëjnë këto padrejtësi njëri tjetrit. Dhe na kina pa lloj dhe thot inserte, incizime, që kafsh zullumqare me kafsh zullumqare e ka një kufi të vetin me atë. Ama njeriu kur ta tepron me kufër, dalalet dhe shirk, e sheh se kjo është beter kafshës. Ka veprime dhe zullume të sët si ban as kafsha, as hajvanati. Pse? Ka haru poentën e krijimit të tij. Ka haru poentën e krijimit të tij dhe kur njeriu haron këtë poentë, atëherë do të dita e ditës është më në devijim derisa arrin derexhen e kafshëve bile edhe te i kalon kafshët. Thot Allahu subhanahu wa taala se nuk kori u kja fela të nësa. Thot, o ti Muhammed, na thot ti kina me ta lexu Kur'anin. Dhe këtë lexim të Kur'anit ja ka bo Allahu azza jall me anë të Xhibrilit alayhis salam. Fela të nësa. Se nuk ri u kja, për ngërthen në vete dy komente. E para, kina me ta zbrit Kur'anin, e dyta kina me ta lexu Kur'anin. Edhe të di komentet i ngërthen në vete ky, dhe thot ky ajet kuranor. Se Allahu azza wa jall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka zbrit ajetin kuranor dhe ja ka bërë të mundshme më njëherë ta mëson përmendsh. Ja ka bërë mbrojtër ajetin kuranor në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta, her pasiri ka ardhur Xhibril alayhis salam dhe ja ka lexuar dhe ja ka bërë përsëritjen e Kuranit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e dëshmon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se Xhibril alayhis salam në vike çdo Ramazan ma përsërit ke krejt Kur'anin, e në Ramazanin e fundit, çka? Ja ka lexuar Kur'anin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 2 herë. 2 herë ja ka bë hatme. Në Ramazanin e fundit, mas të cilit Ramazan mo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka majt Ramazan. Sepse caktimi i Zotit këtë që ajtë të ndron jetë dhe të vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të di komentit të ngërthen në vete kjo pjesë e ajetit kuranor. Fela të nësa, dhe nuk do të harosh. Na, zot kina me ta zbrit Kur'anin, edhe kina me ta përsërit Kur'anin ndë njëherë, edhe ti s'ki me haru kur gjo prej kësaj. Dhe Allahu azza wa jall ja ka zbrit këtë ajet kuranor nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte breng dhe gajle të madhe që të mos harojnë nga ajetet që i shpalleshin atij. Dhe kur Xhibril alayhis salam ja zbrit këndo një ajet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të madhe dhe me shpejt u mundoi ke mas gjatë shpalljes dhe pas shpalljes ta bën përsëritjen e atij ajeti kuranor. Pse të mos e haroje? Shembull ajeti kuranor se bihismi rabbikal ala, shembull ai kur i ka ardhur ajeti ka përsërit gjatë zbritjes së ajetit kuranor. Dhe më si ka shku Xhibril alayhis salam ai ka vazhdu përsëritjen e ajetit se bihismi rabbikal ala, se bihismi rabbikal ala, që të mos e haron këtë ajet kuranor. Dhe Allahu azza jall për të rahatu pejgamberin e tij çka i thot se nuk riuke falaten sa. Thot na kina me ta shpall Kur'anin, edhe kina me çu Xhibrilin me ta përsërit dënjer, edhe mos e baj gale se ti s'ki me haru. Shpallën që të vën prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe çdo kush që vjen dhe thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka haru disa ajete me na i përcjell neve, na i thëna ti ki dal prej fesë. Sepse ki kundrështu fjalën e Allahut azza wa jall që është i qartë. Ajet i qartë që s'ka në te do të dy mendime. S'ka hapësirë për dy mendime. Dhe themi se bindje, besim, akide jon është se çdo sen që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e mbrojtër dhe gjindet dhe do të gjindet deri në ditën e gjykimit në Kur'anin famëlart. Dhe Allahu azza wa jall i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih.
Thot dhe ti mos e lëviz gjuhën tënde që ta mësojsh Kur'anin për menç. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thot është detyrë e jonë që na kur ta bëjmë përmbledhjen e zbritjen dhe përmbledhjen e Kur'anit. Por se detyra jote është fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kur na ta bëjmë leximin apo shpalljen e zbritjen e Kur'anit, ti e jotja është ta bëjsh vetëm për sjelljen e shpallës. E jotja është vetëm dëgjosh. Vetëm për sjellje, vetëm prite, nga. E tjetra që Kur'ani më mbet sikur që është, e mos me haru ti, është puna jonë o Muhammed. Mos e bëj ti atë dert. Kjo është privilegj i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu tregon dashurinë e madhe të Allahut azza wa jall për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që Allahu azza wa jall ka zbrit ajet, citat kuranor decit që tregon se Allahu subhanahu wa taala është kujdes që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të mos sikletavet për asgjë. Dhe këtu dal në pa tërbije dhe edukate muslimanit që kur të bëhet leximi i Kuranit apo citimi i ajeteve kuranore të ketë kujdes të ndëgjon me vëmendje të plot recitimin dhe citimin e ajeteve kuranore. Kur themi recitim është për qëllim leximi klasik i Kuranit. Kur themi citim është do thot citimi apo përmendja e një ajeti kuranor me ndonjë qëllim të caktuar. Kemi kujdes që kur përmendet ajeti kuranor që na jemi të vëmendshëm dhe ta ndëgjojmë ajetin kuranor me vëmendje. Duke mos hi në polemikat e dietarëve se ndëgjimi i Kuranit është obligim apo është sunet dhe kështu me radh, na themi është terbije muslimanit që kur thuhet me një vend ka thonë Allahu azza wa jall që të ndëgjohet me vëmendje. Sepse ajo fjalë është fjala e Allahut azza wa jall. Dhe na e përmendim një shembull shumë banal që nuk krahasohet fjala e Zotit me këtë që do ta përmendi, por do ta përmendi sa për ilustrim. Na kur folim me një mezhlis, fjalë që i kemi shumë shpesh herë janë gjunga, ku me vend e ku pa vend, por fundi fundit janë fjalë tona kur ka hapësirë për mendim ndryshe, çka kur themi unë mendoj se kina qef ketë mi hapësit me na ngu se çka mendoj unë, çka mendojmë na. E para mendoje kur citohet fjala Allahu azza wa jall, kur thena qala Allahu azza wa jall, apo ka thonë Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall, na bëjmë mohabet edhe kur kush javnon ron dhe veshin se çka është fjala Allahu azza wa jall. A thon dietarët, vallahi ka mundësi që ajo fjalë e Allahut azza wa jall po ta kuptosh tjetë fjalë e Zotit e cila ka me të shpëtu nga zjarmi i xhenemit e ka me ta mundësu hyrjen në xhenet. E ti refuzon në ditën e gjykimit, ajo fjalë e Allahut, ajet kuranor do të jetë argument kundra teje. Dhe do të thotë o Zot, unë u lexova para këtij në filan vendin e ki nuk më dëgjoj. Nuk më pat kohë me më dëgju mu. I erdh argumenti, ama e kthi shpinën e argumentit. Ti kur do të thush, kur kime arsyetu vetveten, kime thonë se kum ditë se kam një, jo. E veshi ka me thonë o Zot, ke ajete ama s'javneron ke. E një të veshi ama ke, u nis do angazhu me angazhime tjera dhe s'pat ko me avnu ron fjalës tonde që u citu në atë mezhlis. Pra themi është tërbije e muslimanit që kur të përmendet fjala Allahut azza wa jall, të t'ja kushtojmë vëmendjen, dhe të thotë ashtu si i ka hije fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Illa ma sha Allahu, përveç se atë që don Allahu. Përveç se nëse don Allahu. Ama këtu është përveç se atë që don Allahu azza wa jall. Do të thotë, kjo ajet kuranor komenton atë që është më para. Thotë na do ta lexojmë ti Kur'anin e ti s'ki me harun. Përveç se ajeteve kuranore që Allahu ka me dash që ti te harosh. Ato kimi e harun. Si komentohet kjo? Illa ma sha Allahu. Këtu kemi do më thonë istithna. Ama istithna muallak
është domethënë përjashtim, i cili është përjashtim i varur nga dëshira e Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall, se ti o Muhammed s'ki me haru asgjë nga Kur'ani famëlart, përveç se ajeteve që don Allahu që ti mi haru. Ato ajetet të cilat Allahu azza wa jall i ka derogu, që i themi në gjuhën profesionale nasikh edhe mansukh. Dhe Allahu azza wa jall disa nga ajetet kuranore i ka derogu. Si i ka derogu? Ka zbrit ajet kuranor tjetër që i ka fshi këtë që akon më përpara. Sikurse që përmendet ajeti i ndalimit të alkoholit. Si cili ajet që ka ardhur mas atij tjetrit e ka fshi atë që është më para. Shembull, Allahu azza wa jall ajetin e parë që i ka zbrit për alkoholin ka thonë të pyesin ti për alkoholin, thuaj se në alkohol ka të mira të këqija, ama të këqijat janë më të mëdha. Vjen ajeti i dytë, ku thot Allahu azza wa jall të thuaju besimtarve që të mos i afron alkoolit, që të mos i afron namazit duke qenë të mpim apo të pim në ndikimin e alkoolit. Dhe ajeti i tretë që i fshin, kur ka ardhur i dyti e ka fshin atë të parin. Kur ka ardhur i tretë i ka fshin gjitha këto tjerat. Ka thonë me të vërtetë alkooli, bigjozi, kështu me radhë janë nga veprat e shejtanit, largoni nëse doni me shpëtu. Ka disa ajete kuranore që Allahu azza wa jall ja ka derogu edhe citimin Kur'an edhe hukmin. Ka ajete kuranore që Allahu azza wa jall do thotë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja ka bëu të mundshme të mban në mend si citim, ama ja ka fshi hukmin. Ka disa të tjera e ka fshi edhe citimin edhe hukmin. Ka disa të tjerave va ka fshi citimin, ama va kalonën hukmin. Kjo është meselën vete, dersën vete, që kur të vjen momenti duhet misqaru, domethënë fije për fije, është mesele e gjanë. Kjo është kuptimi përveç se ajeteve që donë Allahu. Se ka disa ajete që kanë zdrip në fillim të Islamit, ama ka fund të Islamit janë fshin, nuk janë më. Dhe ato më i ka haru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është kuptimi i ajetit kuranor, illa masha Allah. Edhe këto i u vërsule atimve dushman të fesë që thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka haru. Thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe pse akon njeri, ai s'ka harun çështjet e Kuranit asgjë. Dhe se ajetet që janë të larguar nga Kurani janë të larguar me shpalljen e Allahut azza wa jall, me urdhën e Allahut subhanahu wa taala dhe me dëshirën e tij. Jo si i ka harun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shak illa ma sha Allahu, do thotë përveç se atë që e don Allahu, e jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo punë është e lënë në dorën e Allahut azza wa jall, i cili s'haron asgjë dhe kështu me radhë. Innehu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Sa minuta u bën? 40 minuta, ku do ta vazhdojmë me lenin Allahut azza wa jall në javën e ardhshme, ku lusë Allahun subhanahu wa taala të kemi dobi nga kjo që dëgjum dhe mësum. Lusë Allahun azza wa jall që hatri i mësimit të fjalëve të Allahut azza wa jall të na fshin gjunahet, të na shton sevapat, të na udhëzon ka e mbara dhe ka e mira, dhe të na mundson që si të tillë të udhëzum ka e mbara dhe ka e mira, ta japim emanetin e fundit me fjalën me cilën është i kënaqur Allahu azza wa jall, fjalën la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah shpëlef për durimin. Kurdo ajetet e alkoolit. Kur ka dhe dytë dhe të ka fshit të parën, dhe kur ka dhe ajeti i tretë, i ka fshit dytë të parën edhe dytën. A do më thonë se ajeti i parë dhe dytë mund nuk vlenë, edhe pse janë Kur'an ato? Si dispozita nuk vlenë, ama lexon Kur'an dhe ka shpërblim për leximin e tyre. Hukmi, siç ka disa lloje, do thotë, kur ngrehet, kur fshihet edhe teksti edhe hukmi. Teksti. Elif ba çka ka kësaj thën tekst, ka edhe hukum dispozit. Ka raste ku Allahu azza wa jall e lën tekstin e fshin dispozitën. Dhe ka raste ku e fshin tekstin prej Kuranit e lën dispozitën.
është meselën vete që lip sqarim më gjon që s'ban të kesh kujdes mos me nxjerr kështu do të thotë në YouTube, se ka mundësi që dikush me keq kuptu. E bash fazet me një vend shqiptar, shijave shqiptar, rreth martesës mutha, aty shkruhet është e ka ndalu Omeri radhiyallahu anhu, se ka ndalu me Aleksandr, edhe shkruhet aty kush është Omeri radhiyallahu anhu me ndalu ose me ndalu diçka, prandaj pse një mirë martesë mutha. E para kjo është rejnë, është trillim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe themi se dënimi atyve që trillojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam men kadhaba alayhi mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, thot kush gënjen për mua me qëllim, thot le ta din se ka një vend të zjarmit xhenemit në ditën e gjykimit. Po. E dyta, kjo nuk vlen sepse këtë demanton hadithi tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu, që është argument edhe kundra shijave, Allah i mallkoft, deri në ditën e gjykimit ato e ketë me xhamatin që e kanë. Ku thot Ali radhiyallahu anhu në hadithin që e transmeton, thot naha an-nabi sallallahu alajhi wasallam yawm Khaybarin an mut'ati an-nikah wa an akli al-humur al-insiyya. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e Khayberit na i boni haram nikahin mut'a, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e Khayberit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e Khayberit, jo Meri Asoni Iseni, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në ditën e Khayberit na i boni haram, na i ndaloj nikahin mut'a, edhe çka, edhe ngrënien e gomarit shtëpiak. Ai është decit i prem. Ai hadithin, falni, është decit dhe i prem. Hadithi është më se i vërtet, që ka do të thotë me mirë argumente se ky hadith është i vërtet, ku tregon do të thotë mënyrë të preme se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar nikahin mut'a, edhe do të thotë ngrënien e gomarit shtëpiak. Këtu kemi do të thotë argument për çat që e përmendëm, se më herët në fillim të Islamit ka qenë lejuar do të thotë nikahi mut'a edhe ngrënia e gomarit shtëpiak. E dini ka magar shtëpiak, ka edhe magar të egër. Ai egëri është i lejuar, që na sot i thëna zebra. Zebra është, do të thotë rrjedh nga familja e gomareve. Do të thotë në origjinë, në esencë kafsh dan. Kjo është familja zvaranik, kështu, ku e diun se janë atje. Kryesorja zebra është nga familja e gomareve, por është gomari i egër. Zebra lejohet me hangër. Zebra e dini, do thotë ajo që është me lara, bardhëzi zakonisht. Ai lloj i kafshëve lejohet me hangër. Kurse gomari shtëpiak është ajo kafshë e cila është ndaluar, do thotë ngrënia e saj, edhe pse në fillim të Islamit ka qenë e lejuar. Ka qenë e lejuar. E njëjta është edhe martesa nikahi mut'a, që në fillim të Islamit ka qenë i lejuar, e maseni domethënë është janë ndaluar. Këtu kemi do thotë hukme dispozita që kanë qenë një kohë masane janë ndaluar. Apo disa ndalesa, sikurse ndalesa e vizitës së varrezave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim të Islamit va pa të ndaluar sahabëve me shku me vizitu varrezat. Pse? Sepse ishin musliman të ri. Dhe kishte mundësi ata gjatë vizitës së varrezave me ron shirk, me ron gabime, me ron bidatën, çufriate. Edhe çka va pa të ndaluar, sepse ishin musliman të cilët po se e kishin pranuar Islamin. Ama çka më vonë, çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi ala al-ana fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Thotë unë në fillim të Islamit va pa të ndaluar juve vizitën e varrezave. Thotë shtash vizitoni varrezat sepse vizita e varrezave juve va kujton vdekjen. Ju bën hajër. Ama në fillim vizita e varrezave çka ju bajke? Sharr. Pse i rinë fe, këti i ban shërë, e këti që është në plak fe, ka kuptu fejnë si duhet, këti si ban shërë, porse për kundra zë vizita e varezeve i ban khajrë. Në përgjithësi themi, ajo është do të iftira, të cënë një kanë vesh, Omer ibn Khattabit, radhiyallahu anhu, Allah në rinjalt me te, do të thotë ato kundërshtarë dhe armiqët e fesë, dhe themi, për këtë ju duhet sjellë një argumente qarta e të forta, të cilët si keni në disponim, do thotë sepse argumentet e dëshmojnë një gjë
në kundërtën prej kësaj që e kanë pohu ata, dhe themi dhe të sa më shpejt të pendohen tek Allahu Azza wa Jall, që të mos ju ndodhë që Allahu t'ua merr shpirtin atinve duke qenë në këtë bindje, në këtë besim, duke i ngjit iftira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Urdhna. Ajeti pak para që përmendë, është ajeti në cilën shihet e përdorin si argument, sipas shijeve, cilën pretendojnë se Imam Mahdi ka Kur'anin e vërtet, ajetet të cilën ceke nga mashallah. Aleikum salam. A përdorin këtë ajet shihet për mashtrim që i bëjnë. Shiat Imam Mahdi i atyre sipas atyre e ka Kur'anin e vërtetë që do ta sjellë. po. Shiat këtë ajet kuranore e përdorin argument për me neve, se për veti ato nuk e besojnë velo Kur'anin që me përdor argument Kur'anin. Ata sikur ta kishin besu pa Kur'anin, aleikum salam. Sikur ta kishin besu pa Kur'anin do të kishin pas pak fen më mhije do ta kishin pas. Ama ato s'kan lidhje me Kur'anin. Ato parimisht kanë një Kur'an tjetër, kanë Kur'an tjetër, i cili domosdoshmë Kur'an askush se di çfarë si duket ajo, si lexohet, e kanë kurse dikun, po diun ne pas kanë, as vetë se din ato, sidoqoftë, ata s'kan lidhje me këtë Kur'an, s'kan lidhje me këtë fe, ato kanë tjetër Kur'an, tjetër fe, tjetër din, tjetër Zot, tjetër pejgamber, edhe do të thotë nuk kanë lidhje me fen ton, edhe në përçat themi mësuesin s'kin lidhje me fen ton, sini pe fen ton vllot. Shumë qartë. E ata do të thotë kur i lexojnë ajetet kuranore, i lexojnë zakonisht neve me na bë vezvesi ato mu bind vet. Për këtë shkak në pin start thënë ju argumentojnë me dini fe tjetër, a me Kur'an s'va pranojmë argumentimin, hiç. Wallahu a'lam. Du të më kanë bashkë sunitë dhe shia më të fortë si umet në çfarë po mendoni? Valla historia ka dëshmuar se shiat edhe sunit kur si janë konë bashkë asë sën kanë me kona. Historia ka dëshmuar në gjithë tij. Edhe historia ka dëshmuar se çdo herë kur sunit ja kanë besuar një pas shiave, ato i kanë tradhtuar. Edhe rronjën e Bagdadit, do të thotë në kohën e khalifatit, që do të thotë në dorë ta marrin Bagdadin, do të thotë tatart, sebeb ka qenën komandonti ushtarak Al-Qami, i cili ka qenë shit, i cili gjithë strategjinë e shtetit të atij zamani, shtetit islam të atij zamani, je ka dhënë në dorë do të thotë tatarve, zullumqar, ai do të thotë gjitha vende strategjike të shtetit islam, ai va ka dhënë do të thotë ato dosjet që janë konë sekrete, që i kanë ditë do të thotë top sekret që kanë pas, që ato i ka pas në dorë shiit e Al-Qami, i cili ja ka dhënë tatarve, që ato do të thotë marrë dhe me bo gërdira në Irak, dhe me vra, do të thotë me qindra mi musliman. Edhe historikisht, edhe do të thotë shtetin e Saddamit, thotë jo muslimanve, kush vada? Shiat që ishin brenda në Irak. Ata e tradhtun Saddami. Po edhe njëtë një histori do të thotë kështu ka ndodhur. Sultan Sulejmanin, me qindra raste ne kina Fatimit që ka më kur kanë hinë në Egjipt. Rastin, domethënë kimi shumë qartë, kur kanë hinë në Egjipt do të thotë kanë bërë masakër, gërdira. Kur hinë në Irak shia të shtash banë në gërdira. Kur i forcun do të thotë kur u forcun shiat në Iran, kishini çka banë në Liban. Kur u forcun shiat edhe në Liban, kishini çka në të bënë në Siri. Raste që na i kemi i përjetojmë, kishini do më thonë që ka në duke bo. Thotë, ja shteti i Bahrejnit që ka dhonë për parësi dhe drejta shijave, ja kush, me gjithat kishini që ka i bëjnë Bahrejnit. Ja shteti i Saudis ju ka dhonë drejta shijave, ja kush, kishini që ka në duke i bo shtetit. Shteti i Shtahit, se kur shijat kanë qenë gjubregjit e Saudis me një zaman, para një 50 vjetëve, e dini ka pas liqë se shia ka pas 10 veç gjubregji me punu në Saudi. E erdhen këta matmençmit, që si ngun, si murën irnek dhe mësim, që kjo është kur se ngon plake? Që kjo është kur ti se ngon plake? Kur bëhesh i menqën, pa met një koveq. Erdhen këta mbretnit e ri,
dhe u mundun më shit liberalca, njerëzit drejt, këtë qytetarët barabar, tërtan vërta, dhe do të filozofia e palavra, që s'kur kun dënjohë nuk ekzistojnë, e këta mundun mi praktiku të shteti i vetë, e çka ndodhi? Sot kur dojnë ata bëjnë grushtet në Saudi, kur dojnë va bëjnë sherin, edhe kur dojnë e kini pa qonë, bëjnë protesta, demonstrata, 100 zeza i bëjnë. E po thamë ne, historia dhe realiteti e dëshmonë se nuk ka bashkë shia sunni. Kushtat do më thonë e ka mashtru vetë vetën. Dhe i vjen sheri shumë shpejt të shtëpia. Pse ulemat e shia dhe më shumë mirë në ulemat e sunnive, ulemat e sunnive shumë pak mirë në ulemat e shia, dhe shumë të folë për çështjen e akidës aty. Shia çdo herë kur ti shihesh këtë mirë në çështjen e sunnive. Po. Ama ulemat e sunnive çdo herë mirë shumë pak në çështjen e rafidhite që kanë bërë. Po. Nëse folim për uleman sunni në nivel botror, kanë folë për shijat edhe i kanë definu shumë mirë. Nëse folmi për ulemat o gjallarët e balkonit, s'kan folë për shijat se na s'kina bërlok shija kënej. Edhe kur s'vjen era, s'kam qka e kapi hundën për atë. Se mu s'vjen era, s'ka shija kënej pari, me në ardhe ra shija këto. Për që ato ne s'kam nevoj me lodhë gjematin për shijat, me folë për besimin e timve, e jo në është me kazu besimin ton. E kur vjen pyetja dë njerë, si kurse ka ardhën nga dereshte në Siri problemi i shijave, e kalzon do me thonën, kalim thit. E jo në shtash munal, me hub vakt, do të të për besimin e shijave. Ma mirë hupi vakt për besimin e jaudive dhe krishterve, që kanë një farë feje, një farë libri ata, se sa për shia, që s'kanë kur një farë feje, kur një farë libri. Realisht. Realisht. Për këtë shak, një hoq, njerë duke fol me një shia, i thot, ati shia thot, gja e shia i unë i lën nëbi sallallahu alaihi wasallam, thot, musrejn. Thot, erdh një shia të pengamej, se thot, kishia këte, thot, musrejn. Thot pse? Thot s'ka pas shia në kone pejgamberit sa. Thot çka lipti shtash këto? Çka lipti këto? Majse s'ka pas kone pejgamberit sa. Hec bëj bishtin. Në kone pejgamberit sa ka pas krishter, po. Ka pas jahudi, po. Ama shia? Ato vetë dinë se janë kone. Çka lipin ata? Hec thojnë ajo në fene e bululur me xhusi atyve mushrikëve pa emra e pa mbemra, ato çka doni mirë në vesh me ata. Me neve s'kan lidhje ato me muslimanët. Do të shijat janë diçka, Islami është diçka tjetër. Allahu na rrit nga sherri i tyre. Edhe si këshill zban muslimanët shumë janë angazhuar me fenë e shijave. Por, do të thonë elhamdulillah, xhamati jon janë el sunne që e din akiden besimin e vërtet, e din se si duhet besu Allahun, e din besimin për sahabët, terbin që duhet me pas na për sahabët, s'kena nevojë na mi lodhën shumë e shumë për ato do të thotë dinsëza. Wallahu a'lam. Shihet për televizorat po japin të vorët në Turqi që bënë të xhamia sultan kjo e Belensari. I afrohen gramofonin thotun edhe ai zonë se thotë se keshte e Belensari me lidh vendim që provimi me kalu male. Çfarë do të thonë kjo? Kjo është do të thotë unë sparer do të kisha pas shef me tregu ndonjë incizim që ti një llafat mirë se ne marr vesh turqe. E masani me komentu këtë, kështu, në mënyrë publike. Që tjetë do më thonë, tani me vesh të mija. Se shpesh herë komentimet e ka një e ka prunë, për një njëre do më thonë, aja gje fol për lisa gje në Turkije, lafi këtu delë se ka fol për plisa. Për këtë qak do më thonë, këto më bejtet që janë pak më të rezikshme, më smirën a vetë ti ndëgjën, apo ti ndëgjën vetë me vesh të tuja, apo mu ma e pinqizimi, e pas taj do më thonë e shprejmë qëndrimin fetar për ato fjalë që janë thonë. Wallahu a'lam. Jam konën e pak.